Pyetje dhe përgjigje. A është vetmia armik i njeriut apo ndonjëherë mësuesi më i madh i tij? Vetmia nuk është gjithmonë armik në shumë raste. Ajo është mësuesi më i ndershëm i njeriut. Kur jemi vetëm, nuk kemi ku të fshihemi nga vetja, nga mendimet, nga plagët dhe nga të vërtetat tona. Pikërisht në vetmi njeriu kupton se çfarë e lëndon, çfarë e forcon dhe çfarë dëshiron realisht. Por kur vetmia zgjatet dhe kthehet në izolim, ajo mund të bëhet e rrezikshme për shpirtin. Pra, vetmia është e dobishme kur na ndihmon të njohim veten, por bëhet armike kur na ndon nga dashuria, nga njerëzit dhe nga ndjenja e përkatësisë. Gjithçka varet nga masa dhe kuptimi.